dëgjoj, lufta e klaneve, kur filloi lufta e klaneve nuk ka më pasaj viktimizim. Lufta e klaneve do hajde kokat e tyre, patjetër, sepse jo gjithmonë pse je pjesë e një klani dhe ti sulmon klanin tjetër dhe pastaj ti bëhesh drejtues apo bëhesh pjesë e asaj, sepse ka dhe një moment sepse Elisa Spiropari nuk është se ka ardhur sot apo është antar e Partisë Socialiste dhe si antar e Partisë Socialiste ka ngritur shkallët e saj nëpërmjet karrierës, nëpërmjet vlerave, kontributeve që ka. Mos harrojmë se Elisa Spiropari s'ka si zero kontribut në Partinë Socialiste, ka ardhur nga mjafti G99 dhe është bërë deputete e Partisë Socialiste pa qenë fare pjesë e strukturave të partisë. Tomi drejtën në këtë pikë, domethënë, nuk është po marr si shembull, nuk është si Ermelinda Megsi që i peshon fjalën në Partinë Socialiste sepse ka një jetë me Partinë Socialiste, me që përmend, ose nuk është Fatmir Xhafa, nuk di me këta, por nuk e krahasoj me këto milet e çakanarta të tjerë, patjetër nuk e krahasoj me këta. Por tashmë ajo ka parë zëvendësimin që Rama po i bën të gjithë grupimit të themit Fatmir Xhafës, gjithë këtij grupimi Rama po bën zëvendësimet. Qofse do vini re edhe ndryshimet që Rama bëri në qeveri janë personazhe të cilët i përkasin lidhjes që kanë me botën e krimit, i përkasin Belinda Ballukut apo dhe vetë Ramës. Kështu që nuk është pjesa e grupimit tjetër. Dhe këta duke e parë veten jashtë loje tashmë, fillojnë dhe ngrejnë apo hedhin hipoteza të ndryshme apo fillojnë dhe hapin gojën. Por kjo lloj hapje goje është e vonuar, por gjithsesi ata gjen edhe momentin kur Rama po goditet ndërkombëtarisht. Rama i ka kreditet zero, qoftë në Amerikë, qoftë në Europë, dhe në këtë moment këto kërkojnë edhe ta godasin, pra marrin edhe një goditje nga brenda. Përveç goditjeve që ka marrë nga jashtë, të marrë edhe goditje nga brenda. Këtu është gjithë filozofia, pra është një filozofi e ndërtuar, por nuk është vetëm, mos e shihni Elisa Spiropalin vetëm. Pra si po bën ajo vetëm po bën këtë luftë. Dhe duke qenë pikërisht te ky argument, apo zhvillohet një luftë e heshtur mes Edi Ramës dhe Fatmir Xhafait dhe të dy po tentojnë të godasin eksponentët që kanë afër njëri tjetrit? Patjetër që kjo luftë nuk është e sotshme. Kjo luftë ka kohë që ka nisur, që është me shkarkimin e Fatmir Xhafës, kur po shkarkimi i tij si ministri i brendshëm, qoftë edhe në atë aspektin kur mundua ta afroj Fatmir Xhafën me një komision parlamentar për të kontrolluar SPAK-un, gjë që e kuptonte mjaft mirë Rama që ajo do dështonte si komision sepse ishte antikushtetues, dhe ai pikërisht vuri Xhafën në këtë lloj komisioni apo si iniciatori i këtij komisioni pikërisht për ta goditur në këtë lloj forme. Pra për t'i dhënë një goditje institucionale, të themi, një goditje duke pasqyruar Xhafën si ligjbërësi i këtij komisioni, dhe sikur ishte Xhafa që kërkonte tashmë ta kontrollonte SPAK-un. Në një kohë që ishte vetë Rama, Xhafa ra në këtë grac, por si duket e kuptoi dhe po ta veni re, ai komision nuk ndihet më, nuk flet më, nuk ka më absolutisht asnjë lloj funksioni, asnjë lloj gjëje. Dhe këtu është ajo përplasje që Rama kërkon të bëjë. Por Rama e di shumë mirë që me përsa i përket të tjerë, ai përsa është kryetari i partisë apo kryetari i qeverisë, ai mund të heqë dhe mund të vejë çdo kënd, po çdo kënd mund ta heqë dhe ta vejë. Ata tashmë po kërkojnë pozicionet brenda partisë, jo pozicionet qeverie, po kërkojnë pozicionet brenda partisë. Ata duan që të forcojnë pozitat e tyre në parti. Dhe të gjithë të deklarime që bëhen janë pikërisht për të forcuar pozitat në parti që nesër në një ikje të Ramës të detyruar dhe pa qef, se Rama patjetër do largohet në ai post, nuk e zgjat më, thash qoftë nga dosja që ndodhet në Amerikë,
qoftë edhe nga lëvizjet e SPAK-ut, qoftë edhe nga lëvizja e fundit që bëri GKK-ja duke e pranuar kërkesën për qenë dëshmitari, ishte një hap shumë i madh, nga pikpamja politike, ishte një hap tepër i rëndësishëm që Rama pranoi që Rama të vijë dhe të dëshmojë në gjykat, nuk ka rëndësi çështja, ka rëndësi që kryeministri vjen të dëshmon, duke pas parasysh që ka një dosje të hapur penale për 5 majin, ka një dosje tashmë të hapur për sa i përket portit Durrësit, kështu që këta presin momentin e rrëzimit të Ramës dhe po kërkojnë të instalohen fuqishëm në pozicionet të tyre partijake, jo shtetërore. Tashmë ata duan pozicionet partijake. Dhe duke pas pozicionet partijake kuptohet pastaj që do nxjerrin dhe kryetarin e tyre për të drejtuar Partinë Socialiste. Zoti Merkoçi, edhe pyetja e fundit, si mendoni kur do të jetë ajo pika finale ose momenti kritik kur Edi Rama do të goditet qoftë nga SPAK-u nga njëra anë dhe qoftë nga ndërkombëtarët nga ana tjetër? Pra, cili do të jetë fundi Edi Ramës me pak fjalë? Dëgjoj, unë kam deklaruar para shumë kohë që kur bë takimi i fundit i NATO-s, kur Shqipëria u vendos që të ishte vend mikpritës i zhvillimit të 2007-s, domethënë, dhe kam thënë që Rama në atë mbledhje nuk do jetë kryeministër, në mënyrë absolute nuk do të jetë kryeministër, por në lëvizjet e fundit që po bëhen dhe sidomos thash prekja e interesit gjendja gjeopolitike që ndodhet bota sot, duke parë dhe realitetin se si është, atëherë do të shohim që kemi një goditje Karshi Ramës për sa i përket të sigurisë kombëtare të vendit, sigurisë NATO-s dhe vetë Amerikës apo dhe vetë BE-s. Po të shihni dhe raportin që jep BE-ja, raporti i fundit që jep BE-ja apo do japë, nuk di solli apo se solli, por aty ka një frazë shumë interesante ku thotë BE-ja ne do ta shohim gjendjen e Shqipërisë jo mbi bazën e letrave të dhëna nga institucionet qeveritare, por do ta shohim në realitet, qoftë rritjen ekonomike, qoftë pikpamjet e tjera gjeopolitike në Shqipëri, sepse mos harrojmë se vërtet është BE-ja vërtet flet aty për ekonominë, por shef edhe strategjinë e saj për sa i përket Shqipërisë. Nuk është dhe duke parë lëvizjet e Ramës, të cilat herë kërkon t'i afrojë me Amerikën, herë kërkon t'i afrojë me Izraelin, herë kërkon t'i afrojë me Kinën, herë me Rusin, herë me Europën, atëherë ata janë duke parë pozicionin e tyre. Prandaj tash Rama nuk është se ka prekur vetëm Shqipërinë, interesat e Shqipërisë, ai ka prekur edhe interesat thash qoftë Europës apo qoftë të vetë NATO-s dhe Amerikës. Imagjinoni kur nesër të ndodhi ajo çfarë Trumpi ka deklaruar që Amerika do largohet nga NATO dhe Europa thotë do bëjmë një grupim tonin europian, tashmë në çfarë pozicion do të jetë Shqipëria. Pra, nuk duhet parë kaq thjesht dhe kaq individuale, nuk është çështja e Rama si Rama. Problemi është te politika që është ndjekur, dhe në këtë politikë që është ndjekur, Elisa Spiropali është në lojë. Dhe Elisa Spiropali u hoq pikërisht për atë klubin çajin, që vajti pa lejen e Ramës dhe në atë moment Elisa Spiropali u hoq. Pikërisht sepse ajo mori apo bëri takime dhe mori disa sinjale në atë klub dhe patjetër që Rama do ta hiqte dhe bëri atë veprim që bëri, që e shkarkoi në mënyrë të papritur. Pra një shkarkim, domethënë që se merrte njëri, nuk arrite ta kuptonte asnjëri dhe s'ka dhënë asnjë shpjegim pse u hoqi Elisa Spiropali nga ai postë. Jo tek populli shqiptar, se ai për populli shqiptar s'ka dhënë asnjë shpjegim, por edhe brenda partisë apo brenda atij rrethit të ngushtë nuk është dhënë absolutisht asnjë lloj shpjegimi pse është hequr Elisa Spiropali dhe këtu pastaj ka fillu qoftë edhe hatërmbetja, qoftë edhe ajo pjesa, mos harroni se Elisa Spiropali është goditur dhe nga SPAK, ose i shoqi Elisa Spiropali është në SPAK.
një nga arsyet e tjera të cilat Elisa Spiropali i hikën garancia nga Rama për sa i përket familjarëve të tij për mos u paraqitur në spakën. Kështu që prandaj thash domethënë grupimet që janë brenda Partisë Socialiste në një përplasje që do ta kenë shumë të shpejtë dhe besoj se para verës do jetë Rama në rrezik, para verës nuk është më kryeminist, do ketë një përplasje shumë të madhe. Dhe thash do ketë një shkërmoqje dhe këta mundohen tashmë të mbajnë në frena, në kontroll atë pjesën që mos shkërmoqet Partia Socialiste. Po të ngeli ashtu siç është. Kështu që këtu është gjithë historia dhe gjithë problemi i këtyre deklaratave që bën Elisa Spiropali. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.